podium kryetarin e Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha. Të dashur demokrat, qytetarë dhe qytetarë të Shukthit, zonave përreth, i nderuar zoti kryetar i Degës, të nderuar zotëri deputet, veprimtar, kandidat për deputet, veprimtar të Partisë Demokratike. Spari duhet ta filloj fjalën time me një urim nga zemra për të gjithë ata të cilët nisin nesër muajin e madhëshëm të Ramazanit me agjirim. Urimi im është Zoti ja u pranoft dhe agjirim të lehtë. Të dashur miq, ne jemi sot në një situatë më kritike se asnjëherë tjetër. E keqja më e madhe e njeriut për njeriu dhe shoqërinë është ajo e cila gradualisht pushton qenien tënde apo pushton shoqërinë. Dhe vërteta është se këto 12 vite, e po bëhet viti 13, në një aspekt, shqiptarët dhe Shqipëria s'kan patur kur një të keqe si kjo. Në kuptimin, nuk po them të çfarosjes, por në kuptimin e zbrazjes, boshatisjes së këtij vendi të bekuar, më shumë se në çdo kohë tjetër që nga vitet 1300, vitet e mortajës së zezë që përgjysmon Europën. Miq, ne vim sot si një komb pa të ardhme. Realisht, nuk ka të ardhme kombi që mplaket me shpejtësi të madhe. Nuk ka të ardhme kombi që humbet rinin me shpejtësi të rrufeshme. Unë do t'u jap vetëm 2 shifra. Nga viti 1990, gjerë sot, lidhjet në Shqipëri janë ullur 74%. Në një gjenerat, pra. 74%. Nga viti 2014 në vitin 2023, në 10 vite, nga Shukthi, Durrësi, Tirana, Shqipëria, u larguan vetëm në hapësirën e Schengenit 1.100.000 shqiptarë. Në qoftë se shtojmë ata që shkuan në Kanada, Shtetet Bashkuara, Meksik, vende të tjera, Norvegji, Britani e Madhe, bëhet më shumë se 45% e popullsisë. Po ndar, 1 minutë. Nga këta që u larguan për në Bashkimin Evropian, 720.000 janë të moshës ndër 40 vjeç. Çfarë ndodh? Pse kjo braktisje dhe boshatisje masive? Kjo nuk ndodh kur pa shkaqe. Askush nuk lind me dëshirën për t'i nga vendi i tij.
ndodh sepse së pari mundësia ekonomike vjen gjithnjë duke u zvogluar. Hapësirat ekonomike vjen gjithnjë duke u ngushtuar. Nga viti 2013 deri sot, çdo pensionist në çdo vend tjetër përveç Shqipërisë do të mirëte 3 herë më shumë. Çdo rrogtar, nuk po them 4, se ka dhe 4 mundësi, por po them 3. Çdo rrogtar duhet të mirëte të paktën 3 herë më shumë. Çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që rrogat, pensionet, ndihma ekonomike janë rritur shumë më pak se çmimet. As nuk janë 2 fishuar, as 3 fishuar, por janë rritur shumë më pak se çmimet. Çmimet janë rritur në Shqipëri, çmimi i ushqimeve bazë është 17% më i lartë se mesatarën e vendeve të Bashkimit Evropian. Pra, kjo është dhe çfarë ka sjell? Ka sjell zhytjen e ngadalt në varfëri të shqiptarëve. Atëherë, ik bir, ik bi, gjej fatin tënë rrugëve të botës se këtu nuk shtyjmë dot. Këtu nuk ushqemi dot, këtu nuk jetojmë dot. Pse kjo? Pse kjo? Absolutisht vetëm për një arsye kryesore. Sepse kjo qeveri ka vjedhur në mënyrën më të papërmbajtur. Ka vjedhur në mënyrën më të pakufishme pasuritë tuaja. Taksat që ju pagoni në çdo gotë ujë që pini. Ka vjedhur në mënyrën më të pakufishme pasuritë tuaja publike. Vetëm porti i Durrësit, me që e kemi këtu afër, ka një vlerë për rreth 4 miliardë euro, me trull dhe me të gjitha. Ç'po ndodh me portin e Durrësit? Portin e Durrësit si port, prej 5 vitesh e kanë troprinët. Portin e peshkatarëve që e ndërtuar me parat tuaja, me taksat tuaja, e mori Luca, një trafikant që ndiqej nga 5 shtete për trafik.